Një jam kurioze pak për votuese numër 1, që është bashkëshortja. Me profesion infermiere, jeni në të njëjtën fushë. Si e priti këtë kandidimin tuaj në politikë? Nuk e priti mirë, si të mos të primarët, po sepse më tha që kontribon në këtë drejtim, ke investuar gjithë jetën, për të qenë një mjek i mirë, një shok i mirë, ke një emër edhe një profesion shumë të mirë, mos e prish rehatin dhe qetësinë. Dhe i thash sinqerisht, më propozuan shokët, unë do ta marr mbrapa këtë linjë, sepse në zemër jam shumë patriot. E kam Tashmë e ka pranuar bashkëshortja? E ka pranuar dhe ka fillu dhe ajo me WhatsAppin e vetë, me shoqërinë e vetë. Po bën fushat? Po bën fushat. Po shiko, sa mbështet se janë gratë? Unë them se po, them shumë. Si e ndjeni mbështetjen e saj? Një bën më të fortë? Sigurisht që po. Sepse edhe në rast humbje, prap, ajo do më thotë, mos u mërzit nëse do humbas. Po kjo, unë kam hyrë përfitore.